Ulja e numrit të vaksinimeve ka dhënë një impakt të drejt për drejt në popullat në shtimin e rasteve të infektimit me gripin stinor apo COVID-19. Mjeku pediatër Edi Mone konfirmon këtë fakt, duke thënë se numri i vaksinave të kryera tek fëmijët ka qenë relativisht i ulët prej nisjes së këtij viti. Mone thotë se prindrit kanë ende frikë për kryerjen e vaksinës apo janë skeptik, por kjo gjë sipas tij është e gabuar. Sipas pediatrit Mone, vaksinat janë mbrojtëset më të mira të shëndetit për të vegjëlit, duke sjellë tek ata një mbrojtje më të mirë imunitare ndaj sëmundshmërisë. Mjeku sqaron se rëndësia e kryerjes së vaksinës rritet ndjeshëm tek të sëmurët kronik, qoftë ata dhe në mosha pediatrike, pasi janë kategoria më e rrezikuar. Mjeku garanton se nga viti në vit edhe vaksinat perfeksionohen, duke ofruar më tepër mbrojtje dhe më pak efekte anësore tek fëmijët. Ajo që me të drejtë pyet dhe që ja vlen që të themi është që kultura për përdorimin e vaksinave në komunitetin tonë është shumë i ulët dhe kur bet llaf për moshën pediatrike është akoma dhe më keq. Pra, njerëzit mbeten diffident dhe nuk e di se nga krijohet kjo lloj diffidence, kuptohet. E ka një shpjegim, siç thot një mjek i njohur Hamburgjeja që thotë që padituria apo mungesa e njohurive çon në këtë lloj, si të thuash, parapje të mosbesimit lidhur me vaksinat. Neve si vjet vaksinat tek fëmijët kemi bërë pak, pikërisht për këtë arsye. Kurse tek të rriturit janë bërë më shumë, por ajo që them gjithmonë është, nëse fëmia juaj ju e keni parë që sëmuret shpeshherë, ka kaluar gripra të rëndë vitet e tjera, vuan nga sëmundje të lindura apo të fituara që bëhen me karakter kronik, siç është diabeti, siç është epilepsia, siç janë sëmundjet e lindura të traktit të tretjes. Të gjitha këto, apo azma, të thash, problemi qëndron që të gjitha këto që janë sëmundje kronike kërkojnë patjetër përdorimin e vaksinës. Dhe kjo do të jetë, si të thuash, një këshill shumë e rëndësishme që prindrit duhet që ta kenë parasysh. Vit për vit, vaksinat janë më, si të thuash, të plota për sa i përket mbrojtjes. Po ashtu tek fëmijët, ne kemi edhe vaksinën tjetër që është vaksina që mbi moshën 6 vjeç jepet me sprajt nga ëndët dhe as që atë ketë atë, si të thuash, dhimbjen e çmimit me vaksinën apo jo. Kështu që as që diskutohet që përdorimi i vaksinës duhet bërë. Kategoria më imediate janë fëmijët që kanë rrezikim më të madh nga kjo sëmundje, por në përgjithësi fëmijët që vënë në komunitet nuk ndodh asnjë gjë nëse u vaksinohen. Në qytetin e Vlorës, numri personave të cilët preken nga gripi stinor, por dhe COVID-19, prej nisjes së vitit 2026 është në rritje krahasuar me një vit më parë, por pavarësisht se shifrat e të prekurve rriten, numri personave që kryejnë vaksinën antigrip ose anti-COVID është ulur ndjeshëm.